Buqim në bu CHI. Bu CHI podcast. Tash, edhe I thash që do jemi pari që do marr Andrew Tate në intervistë, po nuk më besoj njeri. Andi, përshëndetje, si e? Si e Buçi, mirë? Mirë se na erdhe. Mirë se djeta. Tani, me thënë të drejtën, unë jam duke testu veten në botën e webit, sepse avash do jetë vetëm një botë që do na ngelet, kam iden. Kjo fizike apo restricted gjithmonë më shumë. Edhe duke bërë këto eksperimentet sa në Instagram që e kam zbulu së fundi se unë jam një çik old school, edhe Facebook-un s'më bën të dorë ta braktisja, megjithatë do kam pas një lloj kështu si snobizmi ndaj faktit hashtag, më duket që shumë kështu shumë siguri kishin çuar mendjen në pushime njerëzit që bëshin hashtag këtu, hashtag atje, thoya pritje se njeriu është diçka më elaboruar, është diçka më komplekse, s'mund të katandiset në hashtagje. Megjithatë doti që nuk po, domethënë kam filluar bëj mbi 13 hashtagje për çdo postim me shpresën që të ketë audiencë, po. Normalisht, ajo është heavyweight, është lojë e rëndë hashtag-u. Hashtag-u mund ta bësh kështu në mënyrë diletante siç e bëj unë, që unë vetë bëj një kështu hashtag generator, fusin fjalë, ai më jep 30 të tjerë, bëj copy paste. Ose mund ta bësh në mënyrë profesionale, siç e bëjnë ata që I shohin gjithë ditës kush është hashtag-u. Tani who cares? Platformat kemi kohë, nuk do s'mund të jemi të mirë. Jeta e gjitha është çështje zgjedhje. Jeta është si e bën, ëh, tamam, janë ca kështu postulate të sërgjyshërve që janë më të saktat. Edhe që po të thoja Blero, duke bërë jetën time në botën e webit, kam vërë re që kur ka njerëz që nuk pëlqejnë ato çfarë postoj, unë podcastin që kam, që kjo është një pikë e përbashkët e jona, dhe na dha mundësinë të njiheshim dhe ishte kënaqësi ky moment. Pjesën e podcastit e kam mbajtur akoma audio, pra në atë logjikën e vjetër të komunikimit tip radio, domethënë që vjen zëri dhe ti tenton me zërin të mbash gjithë gjën, gjithë audiencën. Ndërkohë që e domosdoshme edhe pjesa videos, atë e kam eksperimentuar ke këto 60 apo 90 sekondçat që të jep Instagrami, dhe vëre që kur janë kundër atyre që them, kundër videove që bëj, ose reelsave, shajnë qeros. Më shajnë qeros, është. Nuk e prisja kurrë, domethënë. Nuk mendoja, domethënë sot ka ligje normativa Bashkimi Evropian, vetë shteti shqiptar që kërkon të konformizohet me Bashkimin Evropian në mënyrë majmuneske, quajë si duhesh ti, se domethënë ku ne ku Bashkimi Evropian. Dhe çdo gjë kanë përshtatur, qoftë këtë kundër racizmit, qoftë kundër genderave. Nuk mendoj se duhet një nisëm për mbrojtjen e qerosëve, sepse shoh një lloj. Nuk do të shajton nga qeros. Kanë zgjedh më vëlla, kanë zgjedh se ju kanë bë kështu këto mbjelljet, ja kanë bë me ulje çmimesh tash. Jo, kurrë, e di se mbaron këtu sot e imja dhe un flok nuk mbjell. Ti je njëti grup me Besin dhe Andit te Besi Andi podcast. I përshëndesim çunat. Çuna. E tash tani bolla organizata na janë bërë kështu do na dilni dhe ju tash në përsheshe me garda policie. Qerosëve, nuk e di. Domethënë, është ideja sepse realisht nuk e mendoj, derisa bëra këto video, kur duan të shajnë thon qeros, Igor e qeros u bëre ti, sigurisht. Megjithatë. Atje kam ai Blendi Fevziu ka bëj gjithë ato lek. Ka vënë gjithë ato lloj statusi, edhe komenti I parë në YouTube është lloj qeros, e kupton? Çdo gjë aty zerohet aty, e kupton? Thuaj po desh. Domethënë është megjithatë shqyr që është Fevziu, domethënë shqyr që është sepse është si emblema e gjithë neve. Edhe I vetmi që ja ka dalë sot edhe Gen Strazimiri. Paçim fatin e Fevziu. Është Strazimiri? Kjo është pyetje
disa dollarëshe, nuk po them mira, po disa dollarëshe. Sepse Srazimir nuk dihet a ka qenë kur ka qenë, kështu që a është sot është mistike si gjë për të zbulu. Megjithatë që është rrahur ndonjëherë ai për shembull jemi kujtuar që është në parlament, kështu që. Është fati i Qerosëve pra. Edhe Cezari thonë ka qenë Qeros, kam lexuar një libër të Montanelit, edhe thoshte që kur hynte në atë pjacën e Romës, në forit roman, thuaj që erdhi Qerosi, edhe kishte edhe një famë kështu për Donajolo, për gradashës, nuk e di si mund të. Edhe mos i bëj kot tash, mos e ke këtë kompleksin e shqiptarit që çdo lloj figure botës është shqiptare dhe ti tash çdo lloj politikan i fuqishëm është Qeros. Jo, ke foto. Un po tentoj të citoj një person që me politikën italiane është marrë. Tani jetojmë në periudhën kur nëse se ka thënë Luizi nuk ka vlerë. Domethënë jemi në këto terma. Montanelli do ta thoj Lulisti edhe duhet të vesh të flasim që ta shpjegosh të tjerëve pastaj. Po, të flas. Domethënë ideja është megjithatë parimisht edhe pse hyrja që relativisht e gjatë, rrofsh për hapësirën edhe rrofsh për hapësirën që ke zgjedh të bësh pavarësisht takimit ton, sepse mendoj që këto kontributet ekstra Big Brother, ekstra përpusën, ekstra, duhet me tentu me provuar në një farë mënyrë që ka dhe një anë tjetër, si ishin të gjithë njësoj. Domethënë mund bëhet një tentativë ku unë kam ndjek me kënaqësi gjithë podcastet e tua. Ka të rinj që me të vërtet kanë çofrojnë, kanë ide, kanë dëshira. Janë relativisht pakic, por them duke kultivu këtë faktin që ka dhe diçka për te atyre programeve super demenciale, siç është Big Brotheri, siç është Përputhen, Ishulli, Tundimit, nuk e di se çfarë kafshërish tjera. Megjithatë do no, s'ka. Just një moment vogël, lutem. Censura. Censura. Dëgjoj. Faliu. Mos ka qenë Strazimiri, dëgjoj Strazimiri. Po. Ja, vazhdon. Shkon ke persekutimi i Qerosëve. Nga ato 5 janë, ai emër të vjen ty sa herë, megjithatë. Smërie. Jo, kënaqësia është e imja, atë nuk ta lëm kënaqësinë fare, kënaqësia është e imja e gjitha, pavarësisht se ku takuam ne nuk do ja themi, nëse do jemi si tip Illuminati, masonerie, do jetë gjithmonë në errësirë, nuk ka për të marrë asnjëherë. Nuk thuhet ai lloj ambienti se është shumë sekret. Pikërisht, kështu që pak rëndësi ka vetëm fakti që ne jemi dhe do bisedojmë, edhe do bisedojmë prapë. Plako, unë duhet të flas gjën e parë fare që më vjen në mendje, për shembull, unë këto ditët e fundit kam dëgjuar disa nga episodet e podcastit tënd. Nuk e di, domethënë se duket edhe një çik cringe, kështu duket kështu si like, po që unë kisha kohë pa dëgjuar një gjë të tillë, domethënë. Ishte e para fare ishte shumë brain fuck një moment kur e gjon atë episodin edhe futesh në dëshirën ose në atë ndjesinë që të jep podcasti, ore dale se i bëm njerëzit çfarë, thon ç'a thot ky valla. Andi Knuti, zotrinj të dashur, është hosti, krijuesi, babai, biri dhe fryma e shenjtë e podcastit Na ishte një herë sot. NINHS, shkurt nga Andi Knuti. Është akronimi shumë i bukur dilka. NINHS. Si formulë kimike. Duhet të marrësh frym përpara. Shumë e bukur. Edhe rrofsh për konstatimin. Për ata që dëgjojnë podcastin tim, e din shumë mirë që unë jam fan si komedianit të madh, arguably the best in the world, Bill Burr. Nuk e di nëse ti je një fan. Edhe kam pas. Edhe ai ka një podcast.
Edhe në momentin e parë që unë kam rënë në kontakt me podcastin tënd, më ka dhënë pa egzageruar, domethënë nëse duhet bëj çfarë po të njëjtin vibe, domethënë i njëjti ai ranti, domethënë me takt, me nuancë, ishte aq e lezetshme. Domethënë unë thjesht jam kënaqur shumë se unë jam vetë person me probleme psiqike që flas me veten. Po. Edhe këto gjëra më bëhet shumë herë shumë qefi, domethënë që ka persona të tillë edhe vetë. Më duket vetja tash pak më normal. Bile po të më bien dhe flokët do jemi mirë fare. Nuk e di, domethënë nëse do ishin normativat e BE-s, tash nuk e di ku do para ku gjykate do ishin, nëse normativat e BE-s do aplikoheshin dhe për këto kategori. Tani unë përveç se rrofsh realisht me edhe thënë nga ty është shumë fish kompliment. Dgjoni, unë ka një shprehje që thotë unë jam një qik italianofil, me thënë drejtën, sepse i përkas brezit, unë jetoj në mesjet, Buç, në sensin që jam 40 vjeç, jam në mes të jetës sime, besoj, edhe duke shpresu që të shkoj 80, kuptohet. Edhe duke qenë se jetoj në mesjet, unë i përkas brezit që jemi rrit me Italin, me media në italian, me televizionet italiane, dhe si italianofil, her pas here, shkoj tek ajo botë edhe kujtoj shprehjen për shembull që ato e kanë shumë të lezetshme, thon fare della necessità virtù. Pra nga halli të arrish të prodhosh diçka cilësore, Dhe mua halli të qenë qeros dhe si rrjedhoi vizualisht jo shumë atraktiv, sepse le të themi sa gjëra, më bëri që ta shihja si zgjidhje marrjen në një celulari që nuk e di se si ka shumë teori me këtë, thonë kuptohet se si për 30 vite u arrit të vijë një gjë e tillë në xhepat e çdo njeriu, domethënë nga zero në 8 miliard njerëz, nuk e di, është një lloj eksperimenti që veç kur të jemi në botën tjetër ndoshta do arrim të kuptojmë se çfarë ndodhi në këtë botë. Ishte fenomenale si kështu. Megjithatë, ky celular duke qenë se dhe unë e kisha në dispozicion, thash si mund ta përdor, dhe duke pas të handicapin e panoramës, thash po kaloj në audio, dhe duke vënë thjesht një mikrofon, që është po i njëjti, po zbuloj truket, sepse këto janë gjithsej truket, është ky mikrofoni dhe celulari, domethënë kjo është gjithë infrastruktura. Dhe pastaj është thjesht kjo stream, është një stream, domethënë që rrjedh edhe që tenton Joyce e ka pas këtë teorinë e rrjedhjes lumit të kësaj gjës që ka të dozën mjaftueshëm psikopatisë, po që është shumë e nevojshme për të përballuar realitetin e përgjithshëm, po edhe shqiptar, sepse ti Buç ke një mirë shumë të madhe. Mjaftueshëm për t'ia kaluar shqiptar Berlini, unë jam shqiptar Tirane, dhe për rrjedhoj doza duhet patjetër i dashur, po ti del dhe shef Brandenburgun, unë edhe kur tentoj të shoh xhaminë e Tembeut, shoh një maskarallik që e kam mbulu aty, edhe një qepsinlik edhe nuk do vemi. Jemi te ti akoma. Më leja ti. Vemje se me vemjen merren të gjithë, jemi tek ti akoma. Unë dua ti dali se do t'i tregoj njerëzve gjëra të bukura në fillim, pastaj i stresin. Tani, pyetja është shumë e natyrshme që i vjen njerëzve të më thon tani në këto momente që po dëgjojnë këtë, Ore Buçi, po ti kur i ndaj sjellën njerëzit i thonë gjithmonë prezantohu, ne kemi çerekori që bëni muhabet tash, nuk e di mas kush është, sa bën. E kupton? Okej. Si mund të dëshiron ti ta prezantosh veten, domethënë për ata që nuk të kanë rënë në kontakt me ty deri tani? Që janë shumë, sepse kontaktet janë shumë pak. Ideja është kjo. Për ta prezantuar veten virtuale, pra veten në realitetin e webit, sepse vetja
Vetja në këtë botë është vetja e një profesionisti që bën një punë 8-6 në një zyrë edhe që ka ato klasiket e çdo njëri prej nesh. Vetja virtuale ndahet në disa platforma, se tani jetojmë në platforma, kuptohet. Dhe platforma A dhe gjeneza e gjithë gjës është pikërisht podcasti. Domethënë është diçka ku le të themi del ajo që është më shpirtërorja, më ndjera, më bruto, më vetja. Sepse mund ta shtrish në gjysmë ore, që për mua është momenti kur filloj bëj nxemjen, gjysmë ore më duhet për të kuptuar se ku jam dhe çfarë jam duke tentuar me shku, me thënë. Ndërkohë që Instagrami ka këto 90 sekonda, është gjë të mërshme, domethënë. Dhe podcasti që un kam bërë, që është krijuar në fund të gushtit të vitit kaluam, quhet Na ishte një herë sot. Edhe në përgjithësi prirë të trajtoj aktualitetin, kuptohet, aktualitetin shqiptar, me disa nota edhe gjeopolitike në momente të caktuara, duke qenë se periudha kur unë krijova podcastin përkojtë një periudhë me goxha zhvillime në botë, sepse pati një luftë deri diku që është në kufit e Europës, është një luftë relativisht e madhe dhe ka gjasa që dhe më e madhe të bëhet. Ka një fertilitet të jashtëzakonshëm në arenën gjeopolitike ndërkombëtare, sepse kemi sot një botë që nga unipolare po tenton të shkojë multipolare, vendos se çfarë çuditësh, domethënë, dhe duke qenë gjithë këto tema, domethënë normal ka ngacmime dhe këto prodhon që në një moment caktuar të merret ky mikrofoni dhe të bashkohet me celularin. Tash e thon kështu duket sikur unë analizoj dhe jap zgjidhje këtyre çështjeve, nuk është fare kjo, domethënë. Këto janë thjesht puntot që të bëjnë të gjesh temat. Pra, është podcasti Na ishte një herë sot dhe është në gjithë platformat, është në Spotify, në Apple Podcast, në Google Podcast, kudo. Jam pak episode, nuk e kam parë ndonjëherë si një diçka që kërkon periodicitet. Kam një fat shumë të keq që jam super lazy si njeri, jam përtat si të mërshëm dhe nuk bëja si lloj montazhi. Dhe rrofsh që but I think that's a blessing though, se ti shiko montazhi dhe editimi nuk janë domosdoshmërisht asnjë program. Është një tmerr. Pas unë nuk bëj. Unë nuk bëj. Unë vetëm hyrje dalje për shemb. Okej. Kaq. Edhe ky si quhet Riverside? Riverside është ky programi që më pëlqen. Riverside që na ka lënë. Buçi që mësoj se çfarë është Riverside, kam një ditë që kam mësuar. Edhe domthon ky është realiteti. Na ishte një herë sot nga Andi Knuti, është podcasti, pastaj është Andi Knuti dhe unedited që e kam vënë në Instagram pikërisht për këtë arsye, sepse dhe aty është materiali bruto, në 90 sekonda del ç'a del merret postohet. Dhe origjina e gjitha këtyre, me që ta nisa me Facebookun, është pikërisht Facebooku që unë bëja ca saduse të mërësisht të gjatë që më lodhin mua kur i shkruaja dhe mendo të tjerët kur i lexonin. Dhe gjithmonë më shumë të mbyllja me komentin që për ato 3 mazokistë që kanë rezistu, rrofshi edhe domethënë gjeni me veten që keni këtë problemin që duhet lexoni ka gjatë. Po për mua u bën një diçka e lodhshme sepse shikimi, impenjimi qafa, kurse kjo është një mënyrë që ti ve mikrofonin dhe nuk të merr të paktën vizualisht, nuk të ngarkon shumë. Është nevoja për të shprehur buç. Domethënë me pak fjalë plus minus kthej nga dush është nevoja për të shprehur. Është ajo që bën ti, është ajo që bëj unë. Doja të bëj unë. Jo ne zëm se do ulemi tash te ajo ish loto e lagjes, edhe nëse shpejti prap loto e lagjes atë rafinohet ligji përsëri. Do ishte një dy xhaja atje duke lozur domino, domethënë do I vihet jo xhaja, un kam një podcast, thoj flas për ato gjëra, thoj çaj. Po ç'të duhen ty to punë valla? Pse nuk shikon punën tënd? Pse nuk ikë valla punë valla? Çfarë merre me podcastin? Ç'i do podcast? Çfarë? Ka fituar njëri nga podcasti? E para, nëse do t'ja përgjigjen jo politikisht rregull, do të thoja që unë punoj dhe më mban shteti çdo muaj aq tatim sa që unë paguaj pension në xhaje, sepse më mban shumë tatim. Domethënë unë tatohem edhe pse jam një punësuar, bajes me një pagë të dikujt.
sepse tatohet me 23%. Ndërkohë që një korporat tatohet me 8% dhe një biznes tjetër me 15%. Praktikisht ai që tatohet më shumë është një punonjës i specializuar, i cili ka bërë një shkollë të lartë, është kualifikuar dhe për gjitha këto kontributi i shtetit është gati 0, dhe ndërkohë të merr çdo muaj 40-50.000 lekë të reja si tatim, për të mos të dhënë në asnjë nga format e mundshme, sepse duhet vi këtu poshtë pallatit dhe të parkoj poshtë pallatit me 1.000 lekë në parkimin e bashkisë, që presupozohet është duhet të ishte ndërkohë që ke parkimi privat paguaj 2.000 lekë 24 orë. Në privat është 2.000 lekë 24 orë, bashkia është 1.000 lekë ora për të parkuar në trotuarin e lagjes, unë duhet të jap bashkisë diçka ka 12.000 lekë çdo ditë. Të cilat nuk më shkarkohen nga ai tatimi apo taksat që unë paguaj çdo muaj që janë katastrofike. Edhe unë mendoj buç sepse jo sepse bara fiskale në vetvete është shumë e lartë, juve në Gjermani jeni mësuar me 50%, 60%, por edhe në Shqipëri ai shkon, po ta marrësh se janë të fshehura pastaj të tjerat, jo në formë akcize jo gjona. Neve si shtresë mesme, jemi ai target grupi për tu degraduar në limit derisa tentohet dhe të vihet në një nga... Okej, në probleme teknike. Shikoj, diçka keni ju me që sa të futet Andi përsëri, unë do të them gjithëve që ore. Po më nuk i vjen zor 2000 ca followers, vjen ato shikimet au në të gjitha anët nga 600, 700 all together, kështu do të thënë. Nuk bëra robi subscribe në YouTube. Po si nuk bëni subscribe në YouTube, dalet i shkruaj se miku, se mos u det prap. Tani, flasë çik në vetë unë. Si ka mundësi që juve nuk bëni subscribe valla? Thot robi, bëni subscribe, bëni like, bëni comment. Mor and ç'na bëre. Ja ta presim prap, shkuput interneti, no shit Sherlock. Anyway, shiko, kur më bëni ato komentet në për DM, në për Instagram, je po pse se bën këtë kështu, pse se bën ato kështu, po komentoj valla. Po zotri dash. Po komentoj në YouTube, thoj. Po zotri, kjo më pëlqen, kjo s'm pëlqen. Këtë e bëre mirë, këtë e bëre gabim. Ke ide. Si do ide në inbox valla, shkruaj atje. Po sikur të bësh këtë gjën. Po sikur të bësh atë gjën. Të pëlqen podcasti? Tregoj valla. Tregoja mamit, tregoja babit, tregoja shokut, shoqes, tregoja dëshmitarëve të Jovajit, ku dëgjon, tregoja vëllezërve muslimane, katolike, çat kesh, tregoja, hap, jepi të gjithë vëlla, të kënaqemi. Çum. Ja mirë se na erdhi prap, shqyr. Do bile me Shqyr. Hajde, ai se unë e bëra atë reklamën sa ishe ti ikur. Jemi? Jemi, për të dëgjuar të dëgjoj, pas atëherë lidhet kamera mirë. Po mund të vazhdosh, s'ka problem. Jo, ajo që po të thoja, ndoshta është më mirë kështu. Ajo që po të thoja është kjo e famshmja shtresa mesme që është marrë përsipër që të merret dhe të paketohet derisa të bëhet rrafsh dhe pastaj të fluturojë diku në detet apo në malet e Europës. Dhe e kanë bërë shumë me zell këtë punë, megjithatë një ditë që po mendoja me pak fokus, thash, okay, mirë, shumë mirë strategjia, po në fund fare duhet kuptuar që duke prodhuar këtë lloj realiteti, i bie që të ngelen vetëm dy shtresa, se ky buffer i mesit, që është shtresa e mesme, do zhduket. Dhe nuk e di në fund të ditës, pastaj se sa i konvenion atyre që janë duke ndërmarrë këtë lloj logjike dhe këtë lloj fushate, që të gjenden përpara këtij realiteti, ku të ketë vetëm super të varfër dhe 10 të pasur. Po konvenon ose nuk konvenon dhe i konvenon shumë fare sepse është qëllimi që ndjekin shumica të vendeve për të degraduar këtë shtresën e mesme që i këpusin me taksa dhe janë ata që
Sa mos tu që është një problem shumë i madh, domethënë landet si Berlini, se landet e tjera janë shumë mirë se kanë dhe fuqi prodhuese, por Berlini nuk ka fuqi prodhuese. Berlini vetëm gjë që ka është ta që marrin asistencë nga shteti, domethënë, e tjerat paguajmë taksa na vetë gjys për gjys në fund. Po normalisht të degradohet mezi i shoqërisë është kyçi për hegemoninë politike, sepse normalisht nuk ka më njerëz që pyesin, por do ketë vetëm njerëz të lirisht të manipulueshëm nga njëra anë apo nga tjetra. Ka gjë tjetër. Po. Dhe për këtë Big Brother është gjithmonë gati. Po. Sigurisht. Emisionet. Po, i fut një Big Brother babushi, një sufllaqe mish patatës salcosi edhe rregull. Edhe një super këngë për fukatë, mos në asnjë moment nuk duhet harru super hiti i fushatës. Buç është një moment. Ajo ishte Naimi në shejtani Rajim kur thon ata, po. Ajo këngë ishte domethënë si me pas boj qoft largu. Jo, domethënë ishte me të vërtet pse dëgjon këto komente, thonë se e bën se e di që këtë do populli e para punës. Edhe ne u shkëputëm përsëri. Prap. Kështu që se ishëm ke kënga e fushatës. E para punës njerë që taksi ratë se jemi katandis, do po na bëhet i lloj publiciteti edhe në ato pak vende që mund të kenë një gram vëmendje ndaj realiteteve të Shqipërisë. Duket sikur realisht jemi të tillë, kemi qef këtë gjën. Domethënë kushdo që mund ta ketë ndjek nga jashtë fushatën, jo se nuk mendoj që bëhen këto lloj gjërash edhe në vende të tjera, edhe liderët e tjerë tentojnë të fusin element folklorik apo gjëra të natyre, por këtu arrit në një lloj tallje, një lloj turpi, sigur. Dhe për këtë arsye kur bëra një video shumë të shkurtër, 90 sekondë, kësaj radhe në Instagram, nuk gjeja dot, isha më kështu, isha impir fare kur e kam bërë video. Realisht kam qenë, nëse më para bëri një lloj komenti pozitiv për vibe-in tim edhe të falenderoj, atë ditë kam qenë totalisht i shkrehur, në kuptimin e plot fjalës, dhe kam atë postimin në Instagram ku isha impir dhe nuk arrija dot të riprodhoja absolutisht asnjë lloj mendimi apo një lloj revolte, por thjesht më erdhi ndim Konica, që Konica është një mrekulli, sepse kam pas kënaqësinë ta referoj edhe në podcastin e fundit ku fola pak për fushatën, si Konicën, si Nolin, domethënë ne kemi fat të madh Buç që kemi letërsi të shkëlqyer, realisht, domethënë nuk ka nevojë fare desh libra. Shpirto Xhani Bleoni de Gjova, po e fleti, po kujt ja tregon, po. Jo, ta them seriozisht. Edhe unë siç ndihesh ti, po kujt i thua, pra. Unë nuk e di, jam deprimuar shumë nga kjo pjesa, domethënë se nuk duhet të dalim ne budallënt, kështu për themi. Unë kam bërë eksperiment me veten, sa herë. Domethënë është dhe kundër produktive kjo për ne që jemi në botën virtuale dhe kemi nevojë që njerëzit përdorin telefonin dhe të na ndjekin në një farë mënyrë. Megjithatë, me dëshirën më të madhe që mos më ndjekin më as edhe një qenie njerëzore, po ta di që e kanë mbyll telefonin, se kanë hap një libër, ja bëj rrall dhe që nesër jam unë që i fik gjitha kështu si me automat kur i thon. Pse? Sepse e bëj eksperiment ke vetja, kot me teorizu. Në momentin që kam një libër përpara dhe jam duke shfletu letërsi, sepse domethënë nuk prijem të lexoj me aktualitet e gjëra, sepse ata e marr në gjithë format e mundshme. Kur ulem dhe bëj një lexim letërsie dhe letërsi shqipe sidomos për ata autorëve të rilindjes tonë dhe të periudhës viteve 20-30, realisht ndiem sigur po bëj palestër, sigur po bëj vrap nga liçeni, si purifikum, sigur po hap bio. Domethënë gjithë këto elementet që ti kur i bën ndihesh mirë, është po një njëjti perceptim kur je duke lexuar një tekst. Qoftë edhe letërsi që ndoshta mund të duket e të kaluar, sepse librat që kemi bën gjimnaz e para
është deri diku e domosdoshme ti rikthehesh, sepse çfarë bën gjimnaz dhe çfarë bën sot të rilexosh ato tekste është komplet gjë tjetër, diskutohet. Dhe ditëm kur marr telefonin do të them duhet të më herë sepse i kemi lexuar në gjimnaz, po në të vërtetë nuk i kemi lexuar në gjimnaz, se nuk i mbaj mend se çfarë janë e çfarë bëhet. Edhe kanë filluar të lexojnë gjithë nga e para. Po, edhe mendoj që është gjë shumë e mirë, sepse dëgjoni, ka dhe një lloj çuditje se ndonjëherë kalohet kështu edhe po e bëjmë, do nga që jemi edhe çik pas skenar, po kalojmë nga dega në degë. Shqyr që jemi pas skenar. Poshtë skenari. Poshtë skenari, vdekje skenarit. Ideja është e tillë që unë them çdo shqiptar do tregonte një patriotizëm shumë të madh, nëse do rimerte dhe të lexonte Fishtën, Konicën, Nolin, Kaderen, shumë më shumë se sa po ti bin gjoksit. Unë kam rastis për shembull. Seriozisht e keti, po pse unë e dija se bëhesh e patriot, po të bëje kështu? Me kështu, me dëshirë, po, edhe thosh. Po edhe duhet tani e patriot. Se kështu statike kam dëshirë. Don ti themi ca gjë. Edhe ideja është këtu tash që kur ti, sepse bëra një video tjetër ku me thënë drejtën, edhe këtë e kam të nevojshme ta them, do më falësh, se jepi, shkrepe. Stream of consciousness, që është kjo rrjedha. S'keni parë gjë akoma, ka thënë ai. Po. Edhe po të thoja, Buç, ideja është këtu që duke qenë neve një popull krenar për të qenurin ton shqiptar, Pellaz, Gilir, Arbër, nuk di se çfarë. Një ditë që guxova të bëja një video që nuk vinte ndyshim këtë gjë dhe nuk tentonte kurrësi ta anatemonte këtë gjë. Do ishte psikopati nga ana ime që të bëja diçka tillë se kam as në paradhomën e mendjes si ta bëj gjë tillë, se perceptoj një gjë tillë. Mendoj që është me të vërtetë një gjë shumë e bukur. Kam një libër antik të Titus Livius që këto libra që blien nëpër këto bankarelat e vjetra. Edhe kur e hapa, realisht ishte harta dhe tek harta ishte Iliria. Gjë shumë e bukur, domethënë dhe përfaqësuar në një sipërfaqe goxha të konsiderueshme. Pra, kurse si nuk mendoj që nuk ekzistojnë këto koncepte, kurse si nuk mendoj që këto koncepte duhen nënvlerësuar, por duhen marrë dhe rimarrë me mend. Çdo gjë duhet bërë me mend. Nëse ti e bën me tifozlik, jo vetëm që si ke bërë nder atij koncepti ose atij lloj vizioni, por e ke dëmtuar. Në mendimin tim, kur ti tenton të bësh atë dashurinë apo patriotizmin, thjesht duke sulmuar një njerëz siç isha unë në rastin konkret kur bëra një video dhe thash boll me këto krenaritë e kota që ne i liret në Pellazgot, ishte periudha kur në Greqi, që mund të kemi mendimet që kemi për grekët e tjerë, por u përplas treni dhe ndodhi ajo fatkeqësi që ndodhi dhe plasën revolta, dolën njerëz aty, u përplasën me policinë, pati përplasje për lëshje, tregon që ka reagim, ka njerëz gjallë, ka qenë gjallë. Marrin frym, nuk e ham bukën. Marrin frym. Dhe dha dorëheqjen një ministër që nuk është se për hir të as trenit, as nuk kishte shinat në dorë. Ndërkohë janë tre autobus, një lan, një mori përpara 11 makina dhe një e pash vet rrugës Saugut që ishte kthyer kështu. Mirë se nuk janë bërë mjaftueshme autobusa sa për një tren. Sa autobusa duhen për një tren? Jo, realisht është kryeve, për të me frika me në autobus se tu apo shkoj gjallë në shtëpi dhe nuk e di, realisht ta themandi, nuk e di a dha dorëheqjen një drejtor nëse i zakonshëm në bashki përgjegjës për transportin. Nuk e di nëse ka ndodhur gjë e tillë. Nëse ka ndodhur, jam i kënaqur. Nuk po them ta jep te kryetari i bashkisë, nuk do ndodhi kurrë gjë e tillë. Në Shqipëri, ministri i transportit kurse si kryeministri as mos e çon nëpër mend. Po nuk e di nëse ai drejtori që mund të jetë përgjegjës për sektorin e transportit në Bashkinë e Tiranës, që po ta përkthesh në pozitë hierarkike administrative, është baraz me një person më së zakonshëm, nuk e di nëse dha ai ka dhënë dorëheqjen.
Dhe po Jo, kush do hapi dorëheqjen, ta them unë kush do hapi dorëheqjen, sepse Perandori ka thënë përgjegjësia është personale dhe përgjegjësinë në sultane ka shoferi. Ai shoferi i autobusit, po jo. Se po ta mendosh vërtet, nuk e ka shoferi përgjegjësinë, sepse shoferi për shembull kishte pirë 2 gota raki. Tash ai kamarieri. Pse ja dha rakin? Pastaj pronari lokalit pse mban rakin lokal? Pastaj pronari ai që ja ka shitur aty pronarit, pa ai që ka pasur rushin, pa ai që e ka mbjellë rushin, e kupton? Përgjegjësia tek ata është plako. Tek spermatozoidi Adamit shkohet. Ja urdhë ku e shikojnë ku dole. Kështu që s'ka faj Edi Rama, tani kohë tash ti. Unë po thoya drejtori i transportit në bashki, nëse ka një pozicion tillë, Edi Rama nuk përmendet. Edi Rama është koleg, nuk flitet keq me kolegët. Kolegët podcast nuk fliten keq, parimisht. Që këtu se deontologjia na e detyron që mos flasim keq për kolegët. Tani dhe po thoya se jemi live. Kur duhet censura se nuk dua ta kaloj plus 18, po thjesht ata e kuptojnë referencën shumë mirë. Unë di të them vetëm kaq. Në Shqipëri nuk pati reagim. Ndërkohë që Greqia, që nuk janë Pellas, nuk janë Ilir, por janë Helen, diçka më pak se neve, e dogjën Athinën. Në Francë, u dojq Parisi, Lioni, Bashkia, gjëra, shumë banë nuk u dhanë, po ndodhën, është bërë nami, sepse mosha e pensionit u rrit me 62-64 vjeç. Ndërkohë që në Shqipëri, kur kryetari sotëm i bashkisë ishte ministër i mirëqenies sociale, se nuk e di pse me këtë person lidhen shumë të mira, bëri një reformë që e katapultoi moshën e pensionit në 67 që e kemi ne sot. Dhe shqiptarët nuk e vran pa as një sekond fare easy. Edhe morën me faktin që edhe bërë me zemra po ne nuk kemi ata francezët janë për tacë burr ne jemi punëtor. Po nuk janë Pellas, prandaj nuk janë Pellas. Po të ishin Pellas ata do ishin, por ata janë barbarë dhe dalin protestojnë. Dhe e di se është puna neve kur ndodhi kjo reforma që u rrit mosha pensionit shkoi 67 nuk lëvizi njeri dhe u morën të gjithë me faktin që burri mund marrë lejen e lindjes sepse kaluan në të njëjtin projekt ligj të dy proceset edhe u kënaqën tu njerëzit u shkrin fare më burri merr lejen e lindjes folin 24 pjesë vetëm kjo edhe don folklori prap mori super xhiro dhe mori skenën e substancës. Substanca ishte që mosha shkoi 67, por praktikisht ti i bi mos hash kur pensionin. Se me këtë situatë që është bërë, domethënë 67 unë nuk e di sa veta shkojnë, dhe që imagjinoj një njeri 67 vjeç për rat astierës, domethënë absurde. Edhe përcën. Kështu që neve ndryshe nga galët e Francës dhe Helenët e Greqisë, që janë shumë më inferior se ne si Pellas, nuk e ndjem të nevojshme me protestu më burit e ut. Nuk e ndjem të nevojshme. As për autobuset, as për teatrin që u shemb, as për gjë, fare. Madje, unë thot, me bindje të plot, them që teatri nuk e ka shemb zoti kryetari bashkie, por e kanë shemb qytetarët e Tiranës. Sepse para X ditësh ta kanë kalu, i dhanë një super vetbesim që e legjitimon çdo veprim. Pra, quhet ai efekti prapëve plus. Pra, unë ty ta jap një mandat që ndoshta atë ditë s'e ke pas, po ta jap sot me veprime konkludente dhe po të them që qoftë Allah shumë mirë ke bërë, dhe unë ashtu e mendoj. Pa llogarit komentet që mora për këtë pjesën e ti anti-shqiptare, që si guxoti isha na krahason neve kështu këtë patriotët e stadiumit, më kupton, patriotët e fushës futbollit. Vetëm aty i kujtohet patriotizmi. Kur vjen puna pastaj votojnë në një hartë që ishte komplet mavi, si ajo EKG-ja vizë, e ke parasysh? EKG-ja vizë, edhe ashtu ishte edhe harta vizë. EKG-ja vizë tregon që ke vdek. Normalisht EKG-ja ka ato sinusoid
që tregon që ke illoj. Ne jemi, shiko, tani të lutem shumë se ne nuk kemi nevojë tash për Ose zheja. ne I bëjmë gjitha vetë, pastaj ne por e kemi po bëjmë Gjermaninë, apo kemi e bëjmë Greqinë, bëjmë Italinë, mbaruam punë me ato tani, po bëjmë Gjermaninë, po bëjmë Anglinë. Po bëjmë Anglinë ella. Anglia si sa asnjë gjë, po vajtë çunat. Jo do të shiti tani është për tregu, po kënaqen gjithë ata, po shikojnë Ylberin pa pasur diell fare, kupton tash ti. Atë duhet. Ai është gati. Të gjithë meritojnë pak pellazgë, kupton? Të gjithëve u duhen një injeksion pellazgë. Që jemi mirë kështu që jemi. Nuk e di. Po edhe e di çka ka të bukur tjetër sepse ti nuk jeton në Tiranë. Ma tha kolegu joni diçka ndryshe, podcasti diçka ndryshe. Ai takimi që bëm në atë tryezën shumë okulte. 4 ore. Edhe tha Ando tha sa me mblef që I thash po ti I nderum jeton në Shtetet Bashkuara, unë Tiranë, ha gjithë ditën këtë lloj ushqimi, normal që produkti që do dali është më gjatë e kuptoj që nuk kam shumë pozitivitet, më vjen keq për këtë gjë, më vjen keq për veten rreth fare. Vjen keq për vetën rreth fare. Unë nuk e shikoj ashtu fare, unë nuk e shikoj kaq bardhëzi, domethënë. Para fare unë deri në një pikë nuk e pranoj këtë, për shembull se kam dëgjuar dhe nga te ma thotin vllaj gjithmonë. Sa është bëjmë në një muhabet në që naiku ide që e relativizon atë gjendjen, domethënë një vlla thotë po ti noku janë deti prandaj e keni rregull janë. Po jo, kurse shiko, unë tani nuk po them që jam njeriu më I mirë që ekziston, as pak. E kupton? Por tani ka rob edhe unë kam njerëz që kam rreth e qark vetes time këtu, edhe në një mënyrë apo në një tjetër, të gjithë mundohen domethënë të japin një kontribut sa do të vogël, ku ti gjon tash, dikujt do I duke I madh apo dikujt tjetër do I duke minimal, po të dhëmë vëlla, e kupton, arrim mendja atje, e kuptoni, diskutojmë se ne mund të uleshim kur ulemi për bira, mund të flisnim edhe për budalliqe, mund të flisnim edhe për jetën tonë këtu, ta izolonim çdo gjë, po ja kushtojmë një pjesë shumë të madhe atë dheut, e kupton. Edhe ajo që ka thënë Loni, që e përshëndesim me shumë dashuri edhe respekt, është gjë që mbase unë nuk do të thonë atë njëjtën mënyrë, po që më amendja se ka qenë pak më shumë në mënyrë artistike dhe në mënyrë qefi, po që absolut nuk besoj se ne kemi më thjesht, po. Unë referova se kisha vetëm një kisha referoja në këtë bisedë edhe për efekt, siç më qef çunat e Kubit ose kompetentet, don ka një bërtham shumë të mirë podcaster shqiptar, cilët domethënë Po mos na zbulot të gjitha, se nuk na dëgjojnë më pasaj, po e morën vesh gjitha me një episod. Edhe po të thosha që unë e kuptoj të frustrimin, edhe është me të drejtë, po edhe një miku im youtuber, Henry Ismaili, e përshëndesim Henry, se Henry na ndjek tek këtu. Edhe ka të njëjtin efekt, unë e kuptoj, keni të drejtën tuaj, nuk mund të bëjmë unë tani gjyqtari ose të filloj të thoni që po ri se jeni mirë etj. Normalisht secili ka probleme të veta, po mendoj se kjo është e njëjta gjë që ky si paralelizmi me çfarë do tash në Kosovë, domethënë në Shqipëri, gjithë etj ku janë shumë një pjesë e mirë kosovarëve që thonë që ju nuk e dini situatën këtu, ju nuk e dini se si situata atë. Unë nuk mendoj se është gjë më e mirë për tu thënë atë, sepse në këtë mënyrë ti mundohesh ti ndash. Kur ne të ndarë jemi mjaftueshëm, ne na duhet diçka për tu bashkuar, edhe nuk më pëlqejnë këto vënjet në dukje të ndajësive. Për sa I përket pjesës që ti e quan negativitet, unë e quaj diçka jashtëzakonisht shumë të bukur. Ajo është një gjë, domethënë, në qoftë se ka një njeri që humb aty ti mund të jesh, e kupton, siç e the vetë që me shaka që të vjen keq për veten tënde, se normalisht ajo ty të ngarkon më shumë, po është kjo mallkimi I artistit ose I krijuesit, domethënë që ai mizoriteti jo domethënë është kënaqësia e gjithë tjerëve, sepse nëse ti nuk do kishe atë mllefin, ne nuk do kishim fatin të dëgjonim atë podcast, atë episodin të ato intervistat me Putinin e me Xi Jinpingun, e kupton? Me vetëm, është një skandal I vërtetë. Po nëse ti nuk do kishe gjithë atë mllef, ne me shumë si s'kishim për të dëgjuar asnjëherë një intervistë speciale me Putinin, e kupton? Kështu që me Vladin.
Me Ladin. E di çfarë shpër Ladi, by the way, Ladi respekte, po qetësova kur e dim që je në midlife crisis edhe kështu, po ulej çiktor. Shpina i godhall, na i thelpi udhret, bjeri çik tensioni. Do ka dhe votë, mos mjafton të gjitha, mendoj. Jo, di se është puna, unë ta them me pastërti. Domethënë, në letër unë duhet isha njeriu më pak i acarum dhe i revoltum. Gjërat e mia në fund ditës janë okay. Unë hyj ato njerëz që kam një punë të mirë, marr një pagë shumë të mirë, në sensin që familja gjithçka, në sensin e kam shumë kollaj të riurt. Edhe mos komentoj dhe mos është way normal, domethënë është praktikisht është më natyrshme. Dal tash herë që thonë se sa kjo gjë. Por ta them me pastërti, unë vi nga një brez që ta thash pak përpara, unë jam ke 40, që kur lunim me top ke lagja, kur ndodhte që shtinin kapitenët dhe mblidhnin secili zgjidhte lojtarët e vet, e shifnim në një moment caktuar që një ekip ishte bërë shumë i fortë, tjetri ishte cop. Ai që ishte bërë shumë i fortë, nuk e niste lojën, thoshte, e di si këtë X-in Buçin më janë ju, se Buçi është super lojtar. Dhe ta balancojmë çik ndeshjen. Më kupton Andin? Pra, unë kam të Ua, qa super paralelizmi ke bërë me Rom Shpi, si s'më kishte vajtur ndonjëherë mendja për këtë paralelizëm perfekt. Dëgjon, e di se më ka shkuar mendja sepse është realisht aja dhe zhëja e mendimit tim. Unë nuk kam absolutisht asnjë lloj pik nisje dhe pik mbërritje të mendimit. Kam vetëm këtë gjë. Domthonë çdo element në univers është i konceptuar mbi ekuilibrin, mbi balancën. Dita nata, dimri vera, femra mashkulli, çdo gjë. Dhe pastaj dalin ca. Po pra, sa liu. Po nuk rezulton sa liu, rezulton Edi. Pastaj prapë Edi, sepse shqiptarët kanë popull shumë ekzigjent, kanë përbërë shtërinë 5.000 vjet me një person sepse nuk i ka dali duri më burr. Nuk i ka dalë, duhet njëri që t'i ketë gjitha më burr, të ketë pamjen, të ketë ide, të jetë i ri, po të jetë edhe energjik, po edhe çik i pjekur, po. Në fund fare, po ta mendosh, ne jemi popull aq prodhues në cilësi, saqë është pa mundur mos nxjerrim neve figura cilësore më burr. Kështu që do të djem atë cilësorin që realiteti jon super psikopat prodhon, se nuk e kuptoj se kur e presin gjithë këtë cilësi s'ka asnjë gjë. Cilësi s'ka as në shërbime, as mjekësi, as në arsim, as gjë, por çuditërisht politikani shqiptar duhet të jetë perfekt. Ndryshe këtë që kemi se lëvizim. Që unë mendoj që ky mund të jetë shumë burr i mirë, por mas 8 vitesh çdo njeri e unë timat nuk do të votoja mas 8 vitesh. Me pastërti. Sepse mas 8 vitesh çdo njeri humb perceptimin nga realiteti, kalon në një stad tjetër. Uji thonë që është gjëja më e kulluar, po të rrimë i vend mas X kohësh qelbet. Uji është gjëja më e kulluar. Jo, ne nuk e kemi këtë koncept. Ne themi, jo, duhet të rri derisa dali Mesia, do vini Mesia, pastaj po, okay. Me gjithë respektin për padashme. Shiko, e di për te shakave domethënë, unë mendoj se ne jemi një popull me probleme psiqike, jemi një popull me sindrom në Stockholmi. Edhe një popull jemi si ata 60 vjeçarët pleq që janë dhunuar kur kanë qenë fëmijë, domethënë, edhe ne jemi pastaj që vazhdosh ne çdo lloj gjë që funksionon në Shqipëri, nëse të mia bazohet në faktin kush të rre të do. Edhe këta aq më shumë, sa më shumë na e shtypin kokën, aq më shumë votojnë. Kupton? Po s'është normal, është insane. Është insane. Është nuk është normale. Çfarë është normale? Normale. Ndryshon, e di se është puna, po kur thonë janë gjithë njësoj. Domethënë, unë njoh realisht, po ta them, njoh binjak, homozigot. Në pamje njësoj. Dhe kur për gjithë tetat që kanë dëgjuar këto kohë të fundit ato, kështu homozigot nuk ka lidhje me LGBT. Është në atë, është tjetër gjë. Kështu se mos na bëni ndonjë koment kështu. Homozigot. Janë binjak nga njëta vezë, dhe janë identik,
dhe kur ti flet ose qasesh ose apo çu, nuk janë një njëjti person. Por çuditërisht për mendsinë e popullit ton, paqëdashës dhe liridashës, dy politikan janë njësoj, kështu që në këtë pikë mbajmë po të njëjtin. Unë kam idenë që njëri mund të jetë hajdut, tjetri është këllon maskara, njëri vjet me rrugët, tjetri vjet me energjinë elektrike. Në sens, nuk mund të jetë njësoj. Ti minimalisht duhet të tentosh të kalosh nga një profil i caktuar, të tentosh shkosh ke tjetri, dhe duke e kuptuar i tjetri që shiko se këtu vllai dashur nuk e ke gjatë, dhe nëse ja fut kot fluturon mas një viti apo mas 2 vitesh, edhe ai tenton të jetë pak më i përgjegjshëm. Nëse unë e di që çfarë gjë që të bëj, edhe mas 10 vitesh prapë unë fitoj, normal që do ja fusit në vijë më burri dhe. Do ja fusit në vijë që është më interesant. Çfarë butalliku që unë bëj, jo vetëm falet, po më legjitimohet, edhe për prasën duhet, normal që do vazhdoj. Do të thonë, është hapur mend, pse duhet lodhet dikush kur ti ja bë peshesh, ja paketoj, jep me fjongur, do. Qoftë halal, unë e ke parasysh. Por Andi, shiko, në pak... Do kisha edhe po t'ishte për doja në pushtet. Do kisha edhe po t'ishte dashej në pushtet. Do kisha po t'ishte kush do. Jo me dashejnë. Le dashej. Edhe dashej, mas kale vitesh, me gjithë Tirancën e vetë, që unë e du se nga nona ime jam Tirancë, edhe dashej, me gjithë respektin, mas kale vitesh, të themi të jona. Se edhe e falme, duhet herpa se në vizë më burë. Unë kam alergji nga kjo ideja që një person, vetëm Zoti është një më burë i dheut. Vetëm ai pushtet mund t'jeti pa kontestueshëm dhe mund t'a pranosh. Ti pranon njerëzit si me qenë hyni? Po më falë, po ka i gjoj që shko. Unë kam alergji nga pushtetet e mdha. Realisht, kaq është. Qofshin PD-s, qofshin PS-s, nuk më intereson realisht. Ditën e parë që do e merrte PD-ja pushtetin nëse do e merrte, do isha opozitar. Thonë opozita është fëmia i përkëdhelur dhe i politikë. Ta bëjmë çik si emision tash, se që të kalojmë çik në vetëm në fundit se duhet është e shprehja që opozita është fëmia i përkëdhelur i politikës, dhe të bësh opozitë është gjëja më e thjeshtë se vetëm shan kritikon. E para, nuk janë vetëm sharje kritike, ka pas dhe shumë edhe propozime konstruktive gjitha më radhë. E dyta punës, edhe ai qef ti është opozitar nuk është, sepse shumë më mirë në një herë ti është pro asajt pushtetit, pro pushtetit. Po si mund ti është pro pushtetit? Pushteti ka gjithë mekanizmat për të qenë on top. Çfarë bëjmë edhe neve tash mikrofon të pushtetit? Po pushteti ka gjithë mediat, ka gjithë jonat. Unë them edhe pushteti edhe kujdoj vlen të ketë kundër. Njeriu ka nevojë për opozitë, opozita është shpresa e njeriu, po hoqë opozitën, jo hoqë shpresën. Do kjo është arsye. Do të vinë tash në pozicion komod. Zbresin alienët. Por gjallën, do zbresin alienët në pezë, do vinë alienët në pezë. Edhe do thonë Andi Knuti nuk e di pse në pezë, unë nuk e di as ku i bie peza. Do zbresin ta në pezë, do të takojnë, do të thonë që ne kemi fuqinë të japin, do të rregullojnë, mund të rregullosh 3 gjëra të vogla, normale, të përditshmërisë. Dhe një gjë madhore kështu, nga to politike. Çfarë do i thoshe ti? Po s'ke shumë kohë, do ta kesh parasysh, ke kështu 2 minuta kohë se ikin ata. Ke parasysh se ka shumë planete për të vizituar. Alienat e para unë s'besoj. Po ti gjon Allah Jezusi, ku do të besosh ti? Ke fuqinë e Zotëri, ke ato llampën e Aladinit që do ta fërkosh në një mënyrë jo seksuale, që do të plotësoj 3 dëshira të vogla dhe një të madhe. Ne kam ble vetë, kështu që s'është Aladin, kjo që tregova. Okej, mreu. Është pronësi, domethënë. Tani ideja është këtu që çfarë do ndryshosh. Disi është puna, duhet i dëshirë më e madhe për të reaguar. Domethënë, nëse dëgjoj, ka pas bota periudha shumë të mira, realisht. E dikush është e vetmja gjë që do ndryshoja. Papa nuk kam qenë i fan, po ka qenë filozof. Papa Ratzinger, Joseph është dhe nga anët e tua, është në Bavari ai, nuk ka qenë në Berlin, po Gjermani. Francisco, po. Ratzinger. Benedikti 16. Thoshte duhet shpëtojmë botën nga diktatura e relativizmit. Pra,
për mendimin tim, ka një diktaturë relativizmi që i bën gjithë gjonat lëmsh dhe i let gjitha po ashtu siç ishin. Ka një situatë kur edhe e bardha dhe e zeza janë okej. Edhe e mira dhe e keqja janë okej. Po hama mos u bëj kaq kështu se edhe ky që është kështu e ka është nëse njerëzit nuk fillojnë marrin vendime, nëse njerëzit nuk fillojnë bëjnë qëndres, nëse njerëzit nuk i thonë zezë, bardhë, fillojnë thonë stop këtu vlla. Tu stop. Ka i vit kuqe, e kalove. Stop, zbrit, hik. Kjo tregon qytetërim. Nëse ti fillon flet në terma të tillë, pra, nuk e le çdo gjë gjithë oça, gjithë mirë, gjithë këqij aty, hama se ku ha njëri ha dhe tjetri, diktatura e relativizmit për mua ka marrë në qaf jo pak. Dhe po të vesh re, këto teoritë e sotme janë gjitha drejt relativizmit, edhe genderi është bë fluid. Pra, çdo gjë, edhe vetë ajo gjë që është substancë, është materie. Genderi është materie, nuk është diçka filozofike. Dhe ajo është bërë fluid, pra edhe ajo është bërë relative. Dhe kjo e ka depersonalizuar njeriu në një farfeje që ti s'ma më qëndrime. Dhe kjo është arsyeja pse hartat e votimeve, sepse pash dhe Greqisë, po dalin gjithmonë në një ngjyrë. Se s'ka më, nuk po ka më reagim. Të vjen një diçka, bam, të thuhet është kjo, merre bëje, si është zbatoje, domethënë operativ. Dhe kjo është arsyeja pse robotët kur i thon do ulën në kryq, sepse sa njeriu është robot, po. Ka qenë një shprehje e bukur thashë roboti më mirë sepse njeriu kërkon raport kur është në punë, kurse i robot kërkon raport ose lejen vjetore. Kështu që nëse jemi thjesht operativ, dhe nëse jemi thjesht makina, jemi thyer në njerëz që nuk kanë më reagim, dhe çdo gjë që hidhet bujrum, hajde, mrekulli edhe deri dhe daja kur i thonë janë mirë gjitha, atëherë s'do ketë më nevojë për njeriu. Njeriu këtu e ka pas të bukur, ne ka pas specifikën e vet, ke fakti që dallonte të mirën nga e keqja dhe i thoshte stop njerëz të keqës dhe i jepte rrugë të mirës. Kjo është njëna gjë, pra diktatura e relativizmit, dhe e dyta do të thënë që gjëra të vogla për vete nuk bëjnë kështu, jo, të madhe një. Mos po mos më thuaj të gjitha sot valla, se do kemi sa plane kam unë. Mos më thuaj të gjitha sot. Po them një e të madhe relativizmi, po ke tre gjëra të vogla për përditshmëri. Ndajmë atë të madhe, ne bëjmë në tre. Ndajmë atë të madhe. Ta them me tre fjalë, të bëj tre të vogla. Po. Ideja është kështu që tjetra është njerëzit, dhe këtu duhet ai libri, qoftë literatura, qoftë konica, qoftë kushtush ti. Duhet kuptojnë që bota nuk është kriju sot. Dhe më përpara, vitet, shekujt, mijëvjeçarët, më përpara, nuk ka qenë errësirë, obskurantizëm, idiotësi dhe erdhën këta të shekullit 21 të mençmit, që shohin Big Brotherin, se si mund të jetë maja e evolucionit, paja e Big Brotherit, kur ti gjithë shpikjet dhe gjithë filozofët i ke mijëvjeçar mbrapa, unë nuk e di domethënë se kush mund të jetë qenia më e evoluar, por ne konsiderohemi e quajmë veten jemi veçpallur si qenia më e evoluar. Ditën që njerëzit do kuptojnë që njerëzimi nuk ka lind në 2020 apo në 2018 apo në 2015, por ka lind shumë shekuj përpara. Dhe në kaq shumë shekuj ka pas shumë dije, dhe do fillojnë të lexojnë çik, kuptojnë që sepse janë detyruar me thonë që alienët dhe gjona të tilla, sepse nuk i thonë dot vetes që shikoj se njeriu ka qenë i aftë dhe është i aftë të bëj gjona të mrekullueshme. Vetëm po të doj të bëj gjona të mrekullueshme, njeriu është i aftë. Ka kapacitetin, e ka pas një shekull. Pra siç na thoshte mami, ajo mësuesja, kur i thoshte mësuesja mami tim, po ky s'do, ky se po të doj, ky është i pari, po nuk. Po në gjuhët e shprehjen që thon, si e ka thonë ky Sokrati, më bursi kur e ka shkruar dje. Valla, ai duket sikur e ka shkruar dje, ose sikur e ka shkruar për sot, për arsyeën e vetme se njerëzit në kohën kur jetonin Sokrati kishin po të njëjtat nevoja, po të njëjtat qefe, po të njëjtat dëshira, po të njëjtat halle siç i kemi ne sot. Nuk kanë qenë me bisht më përpara dhe sot u bën pa bisht. Shiko, po ta trajtojmë në mënyrë racionale atë ëndje, ajo është shumë e frikshme sepse e kupton tani sa të brisht edhe sa rënd jemi ne ku jemi me 3000, 4000 vite, nuk e di se sa është fiks pas Sokratit. Edhe themi sikur e ka shkruar dje, po kjo nuk do të thotë, e di çfarë do të thotë,
Kjo do të thotë që ai ka thënë diçka që është shumë e vërtetë dhe e përkohshme, por do të thotë që ne s'kemi mësuar asnjë gjë. E kupton? Kështu që mesazhi i tij është akoma relevant, domethënë që ne literalisht nuk kemi mësuar asnjë gjë, zero. Po. Është shumë e vërtetë. Dhe ta them me pasërti do me força. Them këto dy gjëra, domethënë fundi i diktaturës relativizmit dhe marrje koshiencë që çfarë qenish janë njerëzit. Këtë do i thoj alienëve. Po kam hallë se alienët do bëshin dot asgjë për këtë gjë. Sa që s'po bën qeveria. Alienët duhet vendosin të drejtësinë atë pislëkun që i bën Luizit në Top Channel, ata që i morën famën e shfrytzuan pa lejë këto tash me këto budalliqe relativizmi o kështu. Ai tjetri po vuan te atje brenda, ata e morën gjithë famën, i thoj relativizmi. I ke vëlla se kemi alle të tjera. Unë besoj se po vuta atje brenda. E mira Sipëri. Ka marrë shumë kile. Unë për ato kile vuaj për shumë që i kam sot. Nuk di si ti heq. Se duket gjë e vogël. Dhe shtoj Jo. Bëj fytyrë e madhe. Është vetëm fytyrë. Dhe ti vjen në flet për vuajtje me ironi. Është vuajtje, dhe janë llojin e vet. Po, më fal. Vuajtja që ka një njeri më e madh, është vuajtja më e madhe që ai njeri ka pasur, se normalisht kur je ignorant. Po, më fal, sa doli nga dera, e priti kryetari Njerëz Bashki. E holli ke kryetari i bashkisë tjetër në Rafishat. Pastaj në fund fare mori kryeministri, domthon njëri që në harkun e 24 orësh i kaloi nga i domthon është edhe ato cirkut shkretët nga një kështu spektakël në teatrin bëshin e pauzë. Ky i ziu e bëri kështu. Sepse u pa që duhej Luizi për të furnizon Rama me mallin e vet me shumë mundësi që të ketë energji. Në çupti mallin. Me buk. Se ke dhe konfliktin interesi, se ke buke. Kam vërtet konflikt interesi, kështu që po e lëm me kaq për kësaj here, edhe unë ju paralajmëroj gjithëve dëgjuesve që Mualoni më kishte sugjeruar disa herë Andin. Unë sot jam koshient edhe jam tashmë e kuptoj plotësisht pse Loni më kishte sugjeruar Andin. Edhe me dëshirën e Andit dhe me dëshirën time. Dëshira ime është shumë e madhe. Do bëjmë në të ardhmen në rekord. Por Kalinu Satanik se s'ka mundësi edhe. Dale, e kisha për të ardhmen. Do në qoftë se ti ke dëshirë, do me thë kështu publikisht, ç'a presioni. No pressure nothing, po ta them para të tjerëve që po s'merr dhe prap nuk je njëri mirë. Edhe për herë të tjera do përsëris këto, se këto i kam Superman për sot. Këto që mësove sot s'ka që burse shkruan prap deri herën tjetër. Herën tjetër do kanalizohemi miq, kështu unë më mendoj. Do kanalizohemi herën tjetër edhe do kapim, edhe do shajm, se edhe do flasim një çik për specifika më të tjera. Edhe do kthehet e njëjti gjë që Buçi bënte pak më përpara kur fliste me veten. Por tani do jemi dy njerëz që flasin me veten dhe me njëri tjetrin në të njëjtën kohë. Kështu që deri atëherë bëni like, bëni subscribe, se jeni bërë të bezdisur fare edhe Xhoni dhe nuk bëni subscribe, nuk ju marrë vesh fare. Shpërndajeni me miqtë tuaj, tregojani ku dëgjon, atij që shet fara aty te lagja, të do mësoj diçka më mirë dhe ai për shembull, edhe nuk do i ketë frikë kur të vinë ata policat e Erion Velie që ta lëvizin nga ajo pema ku është ulur. Them dhe gjatë fundit po, fjala është për ty, ke fjalim mbyllës, normalisht. Për publikun. Në kaq kohë që praktikisht janë, le të themi, 6 muaj tashmë që jam në pjesën e rrjeteve sociale, që kam dhe Instagramin dhe këtë, pjesën e podcastit akoma. Madje kam neglizhuar çik podcastin për Instagramin këto kohë, vaniteti. Vanitas vanitatum omnia vanitas, thotë një varg i Biblës. Edhe po Bibla është libër shumë interesant. Jo, sikundër është Kurani, janë libra shumë kanë një dituri të jashtëzakonshme dhe është një letërsi. Çka ka bërë Frangu? Dhe është një letërsi shumë e bukur gjithashtu, edhe sikur të mos dush ti hysh kësaj
boll teksti në vetvete është mrekulli. Dhe po thoya këtë, kam vënë ka 3 kategori në rrjetet sociale, për sa I përket se the bëni like, subscribe dhe komente. Ka 3 kategori të paktën që nuk po e shpjegon sepse është afërmend që janë këto 3. Një janë ato që përkrahin, 2 janë ato që bëjnë kritikën, 3 janë ato që shajnë on qeros dhe të tani të them të drejtën, më duket kështu, po s'është fare hipokrite. Po të veshë unë me hipokrizinë nuk është se I kam shumë mirë. 2 kategoritë janë të mrekullueshme. Ato që të përkrahin, sepse t'japin shumë dorë, dhe ato që të kritikojnë, janë po aq mirë sa ato që përkrahin. Sikundër nuk ka gjë më të tmerrshme dhe më ordinere dhe më skandaloze, që realisht shumë herë janë bërë gati me u kthy në mënyrë absolutisht jo diplomatike, që ato që shajnë. Domthonë, të shash, unë mund të flas, kritikoj qeveri, bashki, gjithëmundshmit, pafund. Nuk kam tentu me shash, shumë rrallë kam bërë dhe jam bërë pishman me thënë drejtën. Po ka njerëz pafund që thjesht futen dhe shajnë me zhargonin me lloj gjërash, që është komplet absurde, sepse ai person nuk tregon asgjë aty. Domthonë, as që ka tru, as që po të ndjek, as që po kupton, thjesht të shanë, nuk e di, kjo është ekstreme. Por kritika, unë ka raste që e preferoj dhe më shumë se sa komentet pozitive. Sepse ka njerëz që realisht të nxisin, ti kthesh përgjigje të zgjuara, të mendohesh madje në herë dhe të lexosh për të qenë sa më sakt për ta kënaq kur I thon me argument. Sepse edhe ai tenton nga ana tjetër të qaset me argument. Kështu që lajku është për efekt sepse kështu funksionon algoritmi, por komentet mund të jenë si pozitive ashtu dhe kritike. Unë jam I sigurt që në këtë material relativisht shumë të gjatë, që neve prodhuam sot, ka shumë gjëra për të kritikuar. Absolut që ka. Ka në planin teknik, në planin vizual, në planin substancial, në mënyrën si jumpën nga një temë ke tjetra, si pa skenar, rrëmueshëm, shumë herë fjalit ngelen për gjysëm, don pafund gjëra për të kritikuar. Jo sharje. Domethënë realisht duhet me bëhet hapin cilësor, mos sidomos audienca që ndjek podcastet për mua duhet jetë e pastër, duhet jetë pure, sepse është shumë e rëndësishme pjesa e audiencës që neve kërkojmë. Podcasti është diçka jo shumë masive, nuk t'jep popularitet, nuk t'jep shumë famë, shumë emër. Shumë pak në rang botror janë ato që kanë shpërthyer me podcaste. Shumica janë njerëz që duan ndajnë një gjë, është si një çerek piktori apo skulptori që prodhon një vepër. Ne jemi në një farë mënyrë njerëz që nxjerrim I copës vogël nga shpirti, nga mendja jon, nga dia jon për ta ndarë. Sharja këtu nuk ka vend, nuk duhet absolut tashu. Kritikat e shikoj në një prizën tjetër, unë kam bërë paqen me këta sepse sa herë që ndodh ndonjë sharje e tillë apo ndonjë kërcënim, kështu se ato që ishin në fillim, unë thjesht mendoj që Zoti I Madh, faleminderit që jam kaq mirë, faleminderit që jam mirë dhe faleminderit që lavdi Zotit që ai që do bëj njëri sa ta harxoj kohën time dhe të futem tek profili I dikujt për të bërë kërcënime ose për të sharë. Faleminderit që kam kaq shumë gjëra dhe kaq shumë hobe dhe kaq shumë interesa sa nuk më del koha që unë të bëj një gjë që bën ai. Edhe thjesht më vjen shumë gjuna për atë njeriu që ai vendosi që të lëshojë helm nga gishtat. Do uroj shumë që të na kishin ndjek deri në fund, jo për gjithë sa u tha, se ndoshta vlen dhe s'vlen, po kjo që the tash ishte super. Realisht ta them. Bravo. Unë me zi të pres herën tjetër, Andi. Sa ruam për pak në description, do me thonë në YouTube, se edhe të tjera normalisht është linku na ishte një herë sot.
për gjithë ata që kanë ndjekur materialin tim përpara dhe që e dinë shihet e mia të renting edhe të shfryrjes së mlefit, domethënë, nëse doni një upgrade nga ajo që kam bërë unë përpara, se unë se kam goditur dot, e ka goditur filani, prandaj s'mund t'i bëj gjithsecili të gjitha, ka rob që bëjnë gjëra të ndryshme, edhe jo e sugjeroj keq fare se do kënaqeni. E di kur është e mirë, sidomos kur je shumë palestër për shembull në zona atë, të hypin një zjarrli kështu, po nuk duhet të jesh legend, duhet të jesh rob me mend, ta kuptosh. Kështu që deri atëherë, shkojeni bëni subscribe atje, kaloni dhe nga Buçi, e dini vetë, gjitha të mirat, follow, AUIU, Leshi Preshi, Patreon, subscribe në për këto Buy Me a Coffee financiare, nuk ju them unë se sikur jeni në Gjirokastra të gjithë, po që jeni mirë mbi të gjitha dhe t'ja kaloni sa më këndshëm. Edhe faleminderit që dëgjuat. Dëgjojmë episodin tjetër ose shihemi për episodin tjetër për juve që ju mungon ai shumë ky kontakti vizual. Paçi.